Shkojmë në intervistën e ditës tani në studio është bashkuar kolegu Mantho Prokopi, gazetari i Unisportit. Mantho, përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje Barus, kënaqësi gjithmonë të flasim për futboll. Patjetër. Sot është një ndeshje që është në vëmendjen e të gjithëve në fakt. Ti do thuash që nuk ka shumë interes për çështjen e kualifikimeve se gjërat janë vendosur tashmë, po prap vjen Anglia në Tiranë dhe zakonisht kur vjen Anglia, pavarësisht për çfarë luhet ndeshja, ndos shpesh që lajmi më interesant është mbritja e tifozëve anglez në një qytet çfarëdo, po ashtu siç ka ndodhur në fakt. Edhe ditën e dieshme ose edhe mëngjesin e sotëm ku të shumt janë tifozët anglezë që kanë qenë pranishëm në Shqipëri dhe në Tiranë për të ndjekur nga afër kombëtarët e tyre, e shumt ishte prezenca dhe e mediave britanike ditën e dieshme në konferencën për shtypje të trajnerit Tuchel dhe Harry Kane, por dhe tifozët në fakt kanë qarkulluar dhe fotot e para ku tifozët britanik mëngjesin e sotëm janë grumbulluar nëpër lokalet e Tiranës, ku siç e kanë ata traditë. Fillon kjo legjenda urbane, mbaroi birra në Tiranë. Nuk është e vërtetë, është konfirmuar që tifozët britanik në fakt e duan shumë alkoolin. Për mua mirë bëjnë, shijojnë jetën e tyre, shijojnë faktin që kombëtarja e tyre është në një moment shumë të mirë, shumë pozitiv, ata kanë ardhur për të festuar. Sot është literalisht një fest. Në fakt, ne të dy edhe në strishën që po ndiqni kemi cilësuar si historia e luksit për kombëtaren ton, pasi siç e the ti në hyrje, si Shqipëria si Anglia i kanë mbyllur llogarit 99% të njëra tjetrës. Shqipëria ka sigurt vendin e dytë, ndërsa Anglia ka sigurt vendin e parë, por Shqipëria ka vetëm një shpresë të vogël që në rast fitore sot mund të përmirësojë koeficientin e vet për të ndryshuar vazën për sfida play-off që do ndalim më vonë. Por kryefjala është sfida e sotme ku siç e thash, për shkak se të dyja kombëtarët vinë me llogaritë të mbyllura në pjesën më të madhe të tyre, shihet më shumë si një sfidë miqësore, por nga ana tjetër kemi dy kriteret e veçanta për çdo kombëtare. Anglia në sfidën e sotme kërkon të ruajë perfeksionin. Kur them perfeksionin është fakti që Anglia në grupin ton ka zhvilluar 7 takime, ka fituar të 7-ta, nuk një asnjë humbje asnjë barazim dhe është kombëtarja vetme që ka shënuar 20 gola dhe ka pësuar 0. Pra, dhe ditën e dieshme në konferencën për shtyp si trajneri Thomas Tuchel si Harry Kane e theksuan që duan të vazhdojnë të mbajnë të ecurinë perfekte, diçka që nuk ka arritur ta bëjë asnjë kombëtare më parë në të gjithë historinë e kualifikueseve. Pra, Anglia vërtet vjen jashtë objektivave pasi i ka arritur, por vjen me misionin për të ruajtur atë krenarinë e tyre në arenën ndërkombëtare. Nga krahu tjetër, Shqipëria sigurisht të mendosh për një barazim ose një fitore ditën e sotme në Errol Benja është një skenar disi jashtë fantazive, por do kënaqeshim po t'ja prishnim këtë balancë. Ne do kënaqeshim nëse ndeshtonin gola, vërtet, në fakt, kënaqësia më e madhe do ishte nëse ndeshtonin gola anglisë, por po ta vini re, edhe vetë Silvinho në listën që ka grumbulluar, lojtarët e grumbulluar për ditën e sotme, ka menduar për sfidat e nishës sfidat play-off dhe jo për sfidën e sotme. Pse e them këtë gjë? Mbrojtësi Mario Mita edhe mesfueshori Julian Shehu që kanë qenë dy pikat kryesore, e thon me bindje të kombëtarës tonë në të fushat kualifikuese, janë lënë jashtë për ditën e sotme. Pra Mario Mita dhe Julian Shehu nuk luajnë ditën e sotme, janë lënë në tribunë. Për arsyeën e vetme sepse të dy, në rastin do shkohen me karton të verdh, do të mungojnë në sfidën e parë play-off që kombëtarët do të luajnë në muajin mars. Pra rikujtim, sfidat e play-offit luajnë në muajin mars. Dhe marr parasysh të gjë, duke marr parasysh që jo vetëm këta dy, por edhe Reimanaj dhe Arlinda Jeti janë lojtarë që rrezikojnë nëse ndeshkohen me karton të verdh, priten shumë ndryshime në formacion ditën e sotme nga Silvinho. Madje po ndalemi që tani te formacioni me që po na ndihmojnë dhe nga ana grafike, formacioni që del mund mos jetë në fuqi formacioni që del gjithmonë nuk është i sigurt, vetëm Silvinho e di, madje shpesh dhe Silvinho edhe Thomas Tuchel diu pyetën për formacione thanë që se kemi vendosur ende, por e sigurt do të jetë që Strakosha mendohet titullar në port. Në krahun e majt, nëse do të marrim historiku, në përballjen e parë që patëm në Wembley me Anglin, kur mungoi Mita ishte Ali, ai që bëri krahun e majt dhe nuk është se bëri keq në atë sfidë. Dhe mendohet që mund të jetë përsëri Ali që mund të aktivizohet në krahun e majt të mbrojtjes. Në qendër formacion kemi rreshtuar Gjimshitin dhe Ajetin, por duke pasur parasysh që Ajeti me një karton të verdh mund të humbas sfidën e parë play-off, mund të jetë alternativë që në vend të Ajetit të aktivizohet Ismaili i rikthyer nga dëmtimi dhe mund të marrë minutat e para me kombëtaren tonë që nga rikthimi. Pra mund të ketë dhe një balotazh mes Ajetit dhe Ismailit, ndërkohë që Gjimshiti shihet si titullar duke qenë se është kapiteni dhe është lojtari më me eksperiencë. Në krahun e djathtë Said Hysaj nuk besoi të ketë largim nga formacioni titullar. Në mesfush mungesa e Julian Shehut rikthen titullar Ylber Ramadanin, që me Lecce ka bërë shumë mirë në Serie A, ishte ndër lojtarët që kishte vrapuar më shumë në javën që lan pas të Serie A dhe ai shihet si alternativë mesfushës. Mund të ketë dhe lëvizje edhe pse të pakta në mesfush ku Aslani dhe Laçi shihen përsëri si titullar pasi
alternativat e Silvinjos janë emra si Medon Berisha, pra lojtar pa eksperiencë për të bërë mirë në atë repart, dhe për këtë arsye mund shihen përsëri si Aslani, Ramadani dhe Laçi si treshja e mes fushës. Pastaj reparti i sulmit është ai që gjithmonë ka dilema, jo më ditën e sotme që mund të jenë shqetësim me kartonat. Krau i djathtë mendojmë që i besohet përsëri Armando Brojës, edhe pse pati probleme në sfidën me Andorrën, me Brojën që ishte i vetmi që kur gjithë skuadra festonte, Broja ishte në stolp, jo duke festuar, por ditën e djeshme kur skuadra kreu stërvitjen e fundit zyrtare, ra në sy fakti që Broja pati një fjalim përpara lojtarëve ku kërkoi ndjes për atë çfarë ndodhi dhe ishte uzuni së bashku me Balliun që i flisnin duke sikur e ngushëllonin dhe kërkonin të kalonin të ngërçim psikologjik. E duke pasur parasysh dhe vetë karakteristikat e sfidës që përballemi me Anglinë, futboll fizik i shpejt, besoj që Broja krau i djathtë është i tij, pasi Hasani nuk i ka ato karakteristika që kërkohen, sidomos në sfidën e sotme. Qendra e sulmit, Rej Manaj rrezikon në rast të një kartoni të verdhë të mos jetë i gatshëm për sfidën play-off. Prandaj dhe Rej Manaj mund të jetë me pikpyetje me qendrën e sulmit që ka shumë alternativa si Uzuni, i cili bëri mirë kundër Andorrës, mund të jetë Daku për faktin ose Tuci për faktin që do të luajë me Anglinë dhe futbolli fizik do të jetë shumë prezent, kështu që alternativat e Manajt mund të jetë dhe ai titullar, por mund të jenë dhe emra të tjerë si Tuci, Daku. Gjithashtu krau i majt Arber Hoxha nuk bëri ato që pritej në sfidën me Andorrën, duhet theksuar kjo gjë. Krau i majt mund t'i besohet ndoshta edhe Uzunit me që erdhi si zëvendësues, mund të jetë përsëri Arber Hoxha, mund të jetë Nedim Bajrami, edhe pse ky i fundit rrezikon disi me kartonat e verdh. Pra, janë po themi dilema që edhe Silvinjo i duhet të zgjidh, por duhet të zgjidh pa atë presionin e madh që ka në sfidat e tjera, pasi e ka siguruar vendin e dytë dhe nuk është se do ketë shumë dhimbje koke. Pra, kjo është paka shumë pasqyra e sfidës sotme. Sigurisht që Shqipëria kërkon të bëjë mirë, ta mbyll mirë të fushat kualifikuese, por edhe në rast se humbasim me Anglinë që është e pathyeshme në grupin tonë, kështu që nuk ka asgjë. Çfarë loje, si ka të jetë një lojë e mirë e ekipit. Ka përshtypjen e ndihmon fakti që nuk kemi presion për rezultatin dhe mund të jetë disi më e thjeshtë, por dihet që kombëtarja britanike do të jetë ajo që do të dominojë. Edhe në konferencën për shtyp ditën e djeshme ishte edhe vetë Harry Kane që e theksoj që do të tentojmë dominojmë, do të tentojmë të fitojmë dhe të marrim 3 pikë. Natyrisht janë gjithë lojtarët në nivel. Nuk e ulin stegën ata, e thënë. Megjithatë ka një fenomen që shoqëron kombëtarën ton fakt, nuk e di nëse ka shumë fenomene që ndonjëherë kur luajnë me skuadra të dobta, luajnë dhe ata dobët, kur luajnë me skuadra të forta, qëllojnë që luajnë dhe ata mirë, nuk e di nëse impresionohen nga fakti që shohin njerëz në fushë që luajnë më mirë ose më keq. Ose kjo vjen nga një tjetër faktor. Nëse do të flasim me persona brenda botës futbollit, kritika më e madhe që kanë për Silvinjon është fakti që kombëtarja shqiptare nuk ka një strukturë si të dalin në sulm. Dhe çfarë ndodh? Momentin që ti luan me skuadra të mëdha, fokusi jot më i madh është të mbrohesh dhe prodhosh kundër sulmit. Dhe ky stil loje duket sikur i leverdis më shumë kombëtarës tonë. Momentin që ti luan me skuadra të dobta në letër, siç luajte me Letoninë të morë barazimin, ose siç luajte me Andorrën një sfidë skandaloze deri në minutë 65, për ta thënë troç. Rrezikove jashtëzakonisht shumë, ndoshta në këto sfida kur ti duhet sulmosh, ti nuk di si sulmosh. Nuk e ke skemën e qartë se duhet sulmosh dhe prandaj dhe ne që dojmë shumë me skuadrat që janë më poshtë se ne në renditje. Ndërsa me skuadrat që janë më lartë se ne, ose kur ne shihemi si jo favorit, është loja që na leverdis më shumë, pasi luajmë më shumë në mbrojtje, tentojmë me raste sporadike të godasim. Kështu që është aspekti më i kritikueshëm i Silvinjos në lojën tonë është pikërisht fakti që reparti i sulmit dhe sulmi nuk ka një strukturë të mirëfillt si duhet të dalin në sulm, si duhet të shënoj gola. Mos harroni që dhe në këtë fushat kualifikuese në Mosgaboj kemi 7 sfida dhe kemi fiks 7 sfida dhe 7 gola të shnuar. Pra shënojmë vetëm 1 gol për ndeshje, që kur ti luan me Andorrën, kur ti luan me Letoninë, që në letrën e kombëtare shumë më të lehta se ty. Pra problemi më i madh i joni, siç vjet edhe informacioni Silvinjos, është shpesh herë ka ndryshime në sulm. Porta, mbrojtja mes fusha janë shumë mirë, ndërsa sulmi është ai që çdon gjithmonë. Dhe në momente që ti luan me skuadra si Andorra kur e kishe detyrim fitoren, vuajte jashtëzakonisht shumë në pjesën e parë, mezi shkove drejt portës, nuk kishte një strukturë të mirëfillt si të shkoje drejt portës. Lojtarët që ti ke alternativë nuk janë ata që ti do të dëshiroje të kishe, pasi Asani nuk ka ato karakteristika që dëshiron Silvinjo të ketë, është një lojtar po themi i imët fizikisht, pra nuk ka mundësi që të ketë duele të shpeshta ose të bëj gjithmonë sulmin dhe mbrojtjen në krahun e djathtë për ndihmuar Hysajn, përdoret Broja që ka karakteristika të mira, por nuk ka minuta në këmbë. Me Burnley është pothuajse 0 minutazh në angli, kështu që nuk të bind Broja dhe për këtë arsye edhe shpesh e kemi parë ndrime të tinga minuta 60 dhe pam dhe atë skenën e mërzitjes. Në sulm, Rej Manaj nuk po jep dakord bëri golin me Serbin, por shumica e goleve ti kanë ardhur me Andorrën tonë Errol Benja dhe goli me Serbin. Pra në raste
me andorën shumë ndeshje e lehtë, ndërsa me Serbinë unë e mendoj, edhe pse e trumpetuam, po mendoj që ishte edhe çështje fati, ajo goditja aty, doli Ajeti huq e tjerë. Por as ky Daku që vjen si sulmues në Rusi bën shumë mirë në kombëtarin ton, nuk jep dot rendiment, mos harroni edhe këtë. Uzuni që ai jep sinjale të mira kur vjen si zëvendësues, Hoxha jep sinjale të mira, por kur e nis nga titullar nuk bën mirë, pra është sulmi Shreparti që shqetëson më shumë kombëtarin ton. Dhe në sfida që do të duhet të marrim 3 pikët me se s'bën, çalojmë dhe kemi probleme. Por nisu nga fakti që tashmë mendojmë për sfidat e play-offit, do të kemi përballë kombëtare ose përfaqësuese që në letër janë më të mira se ne, ndoshta jemi në favor dhe ky stil i lojës do na leverdisë dhe për sfidat e play-offit. E qartë, play-offi mbetet tash sfida kryesore që tashmë fokusi jon janë sfidat e play-offit. Më shumë informacione për sfidat e play-offit keni parasysh, do të shorti në play-off luajnë të gjitha skuadrat që mbyllin në vendin e dytë të fushat kualifikuese. Të gjitha grupeve dhe 4 skuadrat më të mira nga Liga e Kombeve që nuk janë pjesë e fushatës kualifikuese ose që nuk arrin do të marrin vendin e parë ose të dytë në këtë fushat kualifikuese që ne po përjetojmë për momentin. Pra, do të jenë diku te 16 skuadra në short. Shorti hidhet në datën 20 nëntor, secila skuadër do të ketë 2 kundërshtar. Aktualisht me pikët që ne kemi, Shqipëria renditet në vazon e tretë. Në bazë të shortit, ekipet nga vazo e parë përballen me ekipet nga vazo e katërt. Ekipet nga vazo e dytë përballen me ekipet nga vazo e tretë. Ekipet që janë në vazon e parë dhe të dytë, duke qenë se janë skuadrat më të mira, do të kenë avantazhin që sfidën e parë, pra gjysmëfinalen, ta luajnë në shtëpinë e tyre. Që do të thotë, ne që e mbyllim në vendin e dytë dhe jemi në vazon e tretë, do të luajmë ndeshjen e parë në transfert. Ju rikujtoj që sfidat e play-offit do të luajnë në muajin mars të vitit 2026. Aktualisht, edhe pse nuk janë mbyllur të gjitha grupet, pra mbërtet akoma për të parë çfarë do të ndodhi, kombëtarja shqiptare e futbollit e pret një kundërshtar mes Hungarisë, Skocisë, Walesit, ndoshta Çekia, duhet parë si do dalin ndeshja Skoci-Danimark, pasi ato janë shumë baraz me pikë me njëra tjetrën, por këto janë emrat që ne pak a shumë do të kemi një nga ato skuadra, do të kemi rivalin tonë në sfidën gjysmëfinale të play-offit. Pastaj në vazon e parë për llogaritën emra të mëdhenj si Italia, Turqia, që janë 2 rivalet më të frikshëm, por janë dhe emra të tjerë si Ukraina ose Polonia që shihen disi më të kalueshëm nga ana jon. Por kjo mbetet për të parë, më pas do t'i kaloj fjala shortit që hidhet me datën 20 nëntor në orën 13. Aty do të kemi styt dhe veshët për të ndjekur shortin se kush do të jenë 2 rivalët tan. Pra caktohet rivali i parë i vazos së dytë dhe më pas shifti i rivalëve nga vazo 1 dhe 4. Kështu që do ta zbulojmë me datën 20 nëntor kush është rrugtimi ynë në fazën play-off që të paktën me këto emra dhe me pak fat mund edhe të kemi fatin të kualifikohemi në botëror. Do flasim pak tani edhe për Kosovën natyrisht, flasim historike arritja e Kosovës në play-off, një skuadër relativisht e re, por që ka dhënë rezultate shumë të mira, shumë shpresdhënëse. Që tashmë ka spërthyer debati Paruc për faktin sepse a është përfaqësuese e Kosovës ndoshta më e mirë se ne në aspektin futbollistik. Sepse Kosova zhvilloi fushatën kualifikuese ashtu si kundër dhe ne, pati në grup emra si Zvicra, Slovenia dhe Suedia. Dhe në këtë grup ka marrë 2 fitore me Suedin, ka marrë një barazim dhe një fitore ditën e dieshme me Sloveninë, ka marrë dhe një humbje të thellë me Zvicrën, por Zvicra i kanë poshtur të gjithë skuadrat në grup thellësisht. Dhe ka dhe një ndeshje të fundit me Zvicrën në Kosovë. Ditën e dieshme Kosova triumfoi me shifrat 0-2 në Lubian ndaj Slovenisë, çka matematikisht i siguroi atyre për herë të parë pjesëmarrjen në një fazën play-off për të kualifikuar në Kupën e Botës. Kosova është një përfaqësuese që ka treguar që vërtet ka emra shumë të mëdhenj, por është një përfaqësuese që nuk varet nga emrat, varet nga grupi. Është Fisnik Aslani që po merr vëmendje më të madhe, është një Muriçi që po bën shumë mirë, është një Don Zhegrova që ka emrin, por Franco Foda nuk e preferon shumë titullar dhe edhe si zëvendësues aktivizon shumë pak. Është skuadra kryesore. Pra tregon që është skuadra që ka brumin. Mos harrojmë ditën e dieshme në Sloveni mungonte te portieri Muriç që është kryesori, për shkak kartonit verdh që mori në sfidën ndaj Suedisë dhe Kosova gjithashtu tregoi që edhe pse me këto mungesa her mbas here e kanë poshtur Suedin me mungesa të mëdha në Fadil Vokri. Pra Kosova ka treguar që ka një grup shumë të mirë dhe duket si një pretendent shumë interesant edhe për të shkuar pak edhe më tej fazës play-off. Mos harroni që në rast se në finalen e madhe mund të kemi edhe një përplasje Shqipëri-Kosovë, në rast se yjet rreshtohen në rrugën e dur. Por Kosova në sfidën e parë play-off është si ne, ndodhet në vazon e tretë. Pra dhe ajo do të ketë përballë një nga kundërshtarët që rreshtuan më lart si Hungaria, Wales, Skocia, Republika Çeke, pra varet se do përfundojnë të gjithë rivalët tanë. Pra është një arritje për Kosovën, është një arritje shumë e madhe që
fut në histori të kombëtare shumë të re, të përfaqësuese shumë të re, por që ka treguar nivel shumë të lartë. Në renditjen e para një muaji të FIFA-s për shtetet ishte Kosova që kishte marrë ngjitjen më të lartë në atë muaj, pra është një përfaqësuese që po tregon gjithnjë më shumë rritje dhe ngadalë po bëhet ndoshta dhe rrezik për çdo skuadër që luan. Pasi më herët kur menduam dhe kur pam shortin e një grupi me Zvicrën, me Sloveninë dhe me Suedin, po duket edhe i fortë. Ishte një grup i fortë. Ishte një grup i fortë edhe pse nëse do të hym pak më thellë mund të bëjmë pak analizë pasi. Po Slovenia ndoshta jo. Suedia. Edhe Slovenia është një përfaqësuese shumë e vështirë, por edhe Suedia, Suedia varet çfarë momenti po kalon. Suedia nuk e ka luksin të kaloj moment keq pasi ka në përfaqësuesen e vet emrat më të frikshëm të Premier Ligës, Isak dhe Gyökeres. Isak është sulmuesi i Liverpoolit që u ble këtë verë me shifra rekord mbi 124 milion pound, është rekordi i Premier Ligës. Gyökeres është sulmuesi që erdhi nga Sportingu i Lisbonës me shumë luftë te Arsenali dhe shihet si zgjidhje e problemeve të Arsenalit në sulm. Të dy lojtarët u neutralizuan nga Kosova në mënyrë spektakolare dhe i vetmi aspekt që e zbut disi formën e keqe të Suedis është fakti që Suedia e kishte siguruar kalimin në play-off edhe për shkak të renditjes në Ligën e Kombeve. Por gjithsesi, Suedisë leverdiste të ditë sa më mirë në të grup, për faktin se nëse e mbyllte e dyta, do të rreshtohej të paktën në vazhën e dytë, do të kishte kundërshtar më të lehtë. Por tashmë rreshtohet në vazhën e katërt Suedia. Në vazhën e katërt e pret përballje me një ndër emrat si Italia, Turqia ose më pas Polonia dhe Ukraina. Pra, Kosova tregoi që në përballjet me skuadrat e mëdha ka ditë të bëjë mirë dhe ka bërë shumë mirë duke treguar një forcë grupi shumë për tu vlerësuar. Ndërkohë, kemi edhe një skenar të fundit, pak të çmendur, por mund të vlej. Kosova aktualisht është vetëm 3 pikë pas Zvicrës dhe ndeshjen e fundit e luan në Prishtinë kundër Zvicrës. Pra në rast fitore do të barazoheshin me pikë, por Zvicra ka një golavarë shumë më të mirë. Po, dhe duhet që Kosova të shënojë paktën 7 gole sipër për të dalë para dhe për të siguruar kalimin direkt në botror. Që është shumë e vështirë, është prag i pamundur, por edhe vendi i dytë është historik për Dardanët, është që tashmë na dhan mundësinë të kemi 2 festa radhazi, dhe kualifikimin e Shqipërisë në play-off dhe kualifikimin e Kosovës në play-off, por shpresoj që të dyja përfaqësueset ta kenë të qarta që festa e play-offit përfundon sot. Për Kosovën përfundoi kur e kanë sfidën mbas një jave, mos gaboj, ose mbas 2-3 ditësh, përfundoi atje dhe më pas të përshëndrohen forcat për sfidat play-off, pasi edhe me pak fat të dyja përfaqësueset, dhe Shqipëria dhe Kosova, kanë treguar që në raste specifike din të jenë skuadra shumë të mira. Kështu që me pak fat në short mund të kenë dhe një arritje historike për të marrë pjesë për herë të parë në një kupë bote si ajo e Amerikës vitin e ardhshëm që do të ishte